Këtu jemi në Labinot, në katunin që unë kom vendos për t'jetu dhe për t'myll jetën. Këta janë kadunarët e mi, janë vëllezërit e mi. Sot në këtë vaft paqve ortodokse, në këtë vend 100% musliman, në këtë vend që mu më kujton gjyshen time Makbulen, që në një moment më ka knu në vesh hoxha në rrugë Kavajës, emrin e gjyshit, Hajrullah. Ku jam I vetmi katolik, Gjergj për babe e Hajrullah për none, po Shqipëria jonë, kjo është dhe këta mu më kanë pritë si një vllad vetin. Kjo xhami këtu mas nesh ka qenë xhami e vjetër, u bo vadër kulture mos gaboj. Mas nej erdhën e rikonstruktuar në vitin 90 një fondacion nga Kuvajti mos gaboj. Dhe me thonë drejtën, për mua është një privilegj jashtëzakonisht I madh me fondacionin në emër të nonës time, të muslimonës tuaj, që unë t'jap kontributin maksimal që këtë xhami ta ribojmë komplet të re, sepse është amortizuar shumë dhe jam shumë I gëzuar dhe shumë I lumtur dhe I falenderoj këta vëllezërit e mi që mu ma kanë lënë këtë mundësi peshën kryesore të kontriboj bashkë me gjithë biznesin, bashkë me gjithë qytetarët, kush të ketë mundësi tull, kush të ketë mundësi 5 tulla, që të gjithë ne, gjitha njerëz, gjithë bashkë kemi vu kaj dorë të kjo shtëpi e Zotit, sepse këto shtëpi të Zotit në Shqipni e kanë majtë në rresht shqiptarët, I kanë majtë në rresht delet e veta për të kontribuar për t'i dalë për Zot t'i veni. Kështu që unë du t'ju falenderoj edhe këtë djalin e bekum këtu që I ka marru për teologji në Turqi dhe për elektronik, është djali Hoxhës, që ndjek rrugën e babës vetë, du të falenderoj myftiun, një nga miqtë e mi më të afërt, sigurisht dhe kryetarën e bashkisë që na u gjend për me na I dhon letrat shpejt. Shumë faleminderit për këtë respekt që më bot. Selam aleikum. Selam aleikum. Selam aleikum. Edhe unë gjej rastin që të falenderoj donatorin ton, zotin Gjergj Lusa, I cili jo sot, po që në momentet e parë që ka vu kamën e Labinot, me të vërtet ka qenë krahu I djathtë I myftinisë në çdo aspekt. Ajo kontribut që ka dhënë tjetër shpërblim për të në këtë botë në botën tjetër. Zoti na baf për harë, inshallah. Amin. Respekt për atë përkupim që kanë në zemrën e tyre me bëjnë diçka në dobi këtu lokaliteti. Edhe je I uroj mirëseardhjen faltorin e xhamisë Labinot Fush.